Të nderuar bashkëdhetar, mirë se vini në televizionin Albanian Culture. Në bisedën e sotme kemi dy personalitete shqiptar-amerikane, do t'i quaja. Personalitete sepse janë me të vërtet tepër aktivist, të paktën prej 17 vites që ky televizion ndjek hap pas hapi jetën e shqiptar-amerikanëve. Aslan Bushati, i cili është dhe kryesinë e Vatrës, njëkohësisht dhe Esad Gjonbalaj është kryetar i shoqatës Plavguci. Mirë se vini në bisedën e sotme. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Kam dëshirë që nëpërmjet kamerave të këtij televizioni t'i japim sadopak atë atmosferën e demonstratës paqësore kundër regjimit të Malitzi. Para pak ditësh ishte një demonstratë paqësore që u morën pjesë më shumë se 500 veta. Ky është informacioni që ne ka ardhur deri tani. Zoti Bushati, na flisni pak se si morët të informacion, si morët këtë njoftim dhe sa bët ju si Vatër. Së pari falenderoj për mundësinë që na dha të bisedojmë në televizion, i cili është një përhapës i madh i kulturës në komunitetin shqiptar. Kjo çështje nisi nga shoqata Plavguci, e cila i bëri thirrje Vatrës për të marrë pjesë dhe për ta mbështetur në demonstratën e 8 prillit. Që nga kryetari i Vatrës, zoti Gjon Buçaj, nga nënkryetari Agim Rexha, kryesia, këshilli drejtues, u mobilizuan tërësisht për të i ardhur në ndihmë jo vetëm shoqatës Plavguci, por gjithë komunitetit, sepse kjo është një çështje mjaft e madhe, mjaft e rëndësishme kombëtare. Ne vendosëm që do ta mbështesim në të gjitha format këtë demonstrat. Tani çështjet më themelore që ne kishim mbledhur ishte një shtypje shumë e madhe prej shumë kohësh që bëhesh nga Malizi, nga autoritetet e Malizi, trysni e madhe mbi kombin shqiptar. Kjo trysni ka shkuar në largimin e prej tyre nga trojet e veta etnike, ka shkuar në një dëshpërim shumë të madh. Zoti Gjonbalaj do na flasi pak më shumë sepse është dhe nga kjo zonë, nga kjo trevë dhe ai e di me të vërtetë se sa thellë ka hyrë kjo thik në shqiptarizmën e këtyre trevave, të cilat padrejtisht janë në okupimin, do ta quaja, malazes. Zoti Gjonbalaj, si arrit në këtë demonstratë? Përshëndesim teleshikuesit e Albanian Culture TV, ju falenderojmë edhe ju për ftesën. Iniciativa për mbajtjen e një proteste kundër qëndrimeve të qeverisë së Malitzi ka ardhur nga shoqatat që veprojnë nga trojet etnike që sot gjenden në Malin e Zi. Përpara se të përgjigjem plotësisht në përgjigjen tuaj, duhet të tregoj për ju dhe teleshikuesit e Albanian Culture TV se ka mas e 10 muaj që në SBA ne shoqatat me origjinë nga shteti i sotëm i Malit Zi jemi unifikuar në qëndrime dhe mbajmë mbledhje të përbashkëta. Në mbledhjet tona të përbashkëta ne vendosim për gjitha hapat që ndërmarrim sa i përket aktiviteteve të shoqatave, të cilat janë aktivitete me rëndësi kombëtare. Duhet të tregoj se unë jam koordinatori i gjitha shoqatave që vijnë me origjinë nga shteti i sotëm i Malit Zi dhe lidhur me protestën që është zhvilluar në Washington është vendimi i përbashkët i shoqatave që veprojmë së bashku, po nëse koha na premton i kisha emëruar gjitha. Pse jo? Është Fondacioni Plavguci, shoqata Malësia e Madhe nga Detroiti, Fondi Humanitar Malësia, shoqata De Xhelulaj, Dom Simon Filipaj, shoqata Chicago, shoqata Ulqini nga Chicago dhe shoqata Kraja dhe shoqata e Ana e Malit. Dua të ju them se ne kemi themeluar një trup koordinues i cili është gjitha çështjet nga aspekti kombëtar i bashkërëndojmë. Për demonstratën kena sjell vendim kohë më parë dhe siç e dini ju ka qenë planifikuar të zhvillohet me datën 19 mars, nëse nuk gaboj, po Gjukanović në fakt e parashtyj vizitën dhe pastaj neve na dha kohë edhe më shumë. Njëkohësisht dua... Pra kjo demonstratë u organizua dhe në mënyrën, si thua, emergjente, sepse ishte takimi që do të bënte Gjukanovići në shtëpinë e bardhë,
Washington. Ashtu është, edhe ne më njëherë pas ndërmarrjes së vendimit për zhvillimin e demonstratës, ne u kena apel gjitha shoqatave që veprojnë në SBA për mbështetje. Si do të veçonit për këtë? Në fakt nuk kemi ardhur të mblidhemi këtu që të japim atë flamurin se kush punoi më shumë, por të paktën edhe të dihet, sepse publiku jon shumë gjëra dhe nuk i merr informacionet e plota. Më aktive dhe deshtojmë, mund të përmendim ndonjë, nëse ka mundësi. Duhet jemi sinqert, mos të hinë hak asnjëherë, por shoqatat që janë përgjegjë më njëherë kanë qenë Batra, shoqata Rugova, shoqata Rugova, nuk po më kujtohen gjithë emrat e shoqatave, po tash jemi shumë që Vatra që janë ndër të parat, sepse me Vatrën ne krenojmë të gjithë. Ashtu. Mos t'ju him në hak të rrënjve shqiptarëve, të rit shqiptar, përmes rrënjve shqiptar që të cilët na kanë dhënë një mbështetje maksimale, si me pjesëmarrje aktive, si me propagandim të demonstratës përmes web faqeve tyre. Ka shoqata që na kanë gjetur edhe materialisht, na kanë ndihmuar me modestinë e tyre, si për shembull Vatra, shoqata nga Ulqini, edhe po megjithatë e rëndësishme mbi gjitha ka qenë se kjo demonstratë, me thënë vërtetën, e ktheu një farë ndjenje pak si sikur po e quaj sikur në harres që me vite tëra mos aktivitete. Këtë më fal se të po të ndërpres. Domethënë, unë ju mbaj mend zoti Aslani personalisht që në luftën e Kosovës, me themelimin e batalionit Atlantik këtu në Jankers, ju keni marrë pjesë në organizimin e ushtrisë, sepse ishte edhe profesioni juaj. E deri më sot mas luftës Kosovës, sikur ka rënë pak vala, Gjon Bala i saj përmendi, ka rënë kjo vala e shqiptarizmës. Mbase ka të domethënien dhe atë të vetëm, po si do e mendonit ju këtë? Sepse është një në demonstratat mendoj të suksesshme mbas një vakjumi të madh. Me thënë drejtën, ka disa analistë që po përhapin idenë që ne jemi përfituesit më të mëdhenj kombi shqiptar të mirësive të këtij shekulli. Meqense se Kosova u bë shtet dhe Shqipëria u pranua në NATO, janë dy faktorë shumë të mëdhenj. Pra krijohen dy shtete shqiptare dhe prania në aleancën e NATO-s e siguron tërësisht kombin shqiptar që të mos ketë probleme themelore për sa i përket sigurisë kombëtare. Por unë dëshiroj të nënvizoj se çështjet e kombit nuk janë zgjidhur, çështjet e kombit janë mjaft të mëdha dhe të mëpreta. Është në mes të rrugës çështja e madhe e çambërisë. Politikanë nga e djathta dhe nga e majta kanë folur, por hapa vendimtar nuk e marrë për çështjen e madhe të çambërisë. Çambëria është një plagë e vjetër e madhe e hapur kombit shqiptar. Po ashtu, megjithëse ka parti politike që kanë veprimtarinë dhe koherencën e tyre në Maqedoni, çështja e shtypjes së shqiptarëve në Maqedoni vazhdon, edhe është mjaft e adekuate. Politikanët u detyruan të bëjnë një farë tërheqje për çështjen e zgjedhjes së presidentit konsensual, me sa duket ka mos përputhje mendimesh, por turistënia vazhdon. Turistënia vazhdon edhe në Preshevë, Bujanovës, Medvej. Por ajo që duhet përmendet theksoj është çështja e Malit të Zi. E ngre me theks këtë, sepse Gjokanoviçi erdhi në Shtëpinë e Bardhë për të kërkuar ndihmën e institucioneve të amerikane për t'i dhënë mundësinë atij që të futet në institucionet euroatlantike. Pra të bëhet antar i NATO-s edhe të bëhet në të njëjtën kohë edhe antar i Bashkësisë Evropiane. Mirë po, Gjukanoviçi nuk do ta kishte formuar kur shtetin e tij, shtetin e Malit të Zi, në qoftë se nuk do të kishin dashur amerikanët dhe nuk do të kishin votuar shqiptarët për të. Prandaj marr shkas nga këto dy element themelor. Kam patur në qendër të vëmendjes për edhe Vatra në tërësi, por unë si nën kryetari i Vatrës kam dashur ta fokusoja edhe në aktivitetin në demonstratën e 8 periudhit. Gjukanović, para se sa të hedhë syt për të kaluar në Evropë dhe në NATO, ky kalim duhet të bëhet nga Shqipëria. Sepse atje është një minoritet i madh që duhet nderuar, respektuar. Kur ishte fjala për të ndarë nga Serbia, nuk mund ndaheshe pa votën e shqiptarëve. Dhe ju kërkova të forcohet ekonomikisht shteti i Zi, shteti i Malit të Zi. Dhe shqiptarët i paguan të gjitha taksat e tatimet. Tani pyetja shtrohet. Çfarë bëre ti Gjukanović për të drejtat e shqiptarëve në Malzi? Medalja është një gjë tjetër. Ju i shtypët shqiptarët në Malzi.
Ju nuk e lejuat që të përdorojnë elementet themelore që janë elementet të kombëtar flamurin. Ka qenë traditë shqiptare që në çdo dasëm, në çdo aktivitet shoqëror, flamuri shqiptar të ishte i pranishëm. Kurse Gjukanoviçi dhe sërë e tij dhe Sejm Mehmeti që ndiqën pas në Malzi, nuk e lejuan shqiptarët që ta festojnë këtë ndjenjë kombëtare. Po përkundrazi, shumë shqiptarë janë prapa hekurave të burgjeve të Malzi vetëm sepse kanë përdoruar elementet kombëtar. Kjo është e papranueshme. Unë kam bërë thirrje në emër të Vatrës edhe institucioneve të Shtetit Amerikan. Gjukanoviçi më thashë nuk duhet bëj asnjë hap më përpara pa respektuar në mënyrën më themelore të drejtat e kombit shqiptar në Malzi. Po tjetër, shqiptarët e ndihmuan Malezi në çfarë do rimpramje. Por si bëri Malezi me gjeneratën e re? Nuk e lejoj që në plan programet shkollore në Malzi të vihesh në fokusin e duhur gjuha shqipe dhe historia shqiptare. Përse nuk bëhet kjo? Kur është një drejtë kombëtare e madhe. E drejta është të bëhet, por Malezi ja mohon. Arsyeja është themelore. Sepse në ato troje sot ku është Malezi, pjesa më e madhe janë troje lire. Edhe që nga ilirët e deri tek Dedjoluli edhe trimat tjerë kanë luftuar, kanë derë gjak për atë kohë. Ajo histori që kanë shkruar në malazezët është një histori e shtrembër, kurse në qoftë se nxënësit do të mësojnë historinë e vërtetë, historinë shqiptare, atëherë malazezët do të detyrohen të turprohen përpara opinionit për ato gënjeshtra që kanë shkruar mbi historinë e tyre. Për historinë e vërtetë pra duhet. Po, është një çështje madhore. Zoti Gjon Balaj, ju jeni dhe nga ato treva dhe e dini më mirë, si thua, sot e kësaj dite këtë persekutim, do të thoja. Si po shkojnë punët në Plavë Guci? Kur zoti Bushatja përmendi historinë, mendja më shkoi te Kongresi i Berlinit, sepse aty datojnë datat, periudat kur trevat tona shqiptare që sot gjenden në Malezi ju dhuruan nga fuqitë perëndimore aso kohë Malezi. Dua se si shfoli profesor Bushati në historinë, nuk e kena mësuar ashtu se si duhet, po e di se shumë televizionist juaj nuk e din se si ka vajtur puna kështu. Në Kongresin e Berlinit të vitit 1879, treva shqiptare i dhuruan Malit të Zi. Mali Zi tenton më njëherë të ndryhej ushtarakisht që ta shtroj kontrollin, nuk arrit. Plavën dhe Gucin. Mali Zi nuk arrit ta pushtoj deri me 19 tetor të vitit 1912. Ka marrë disa ekspedita, në gjitha ekspeditat e kemi mundur ushtarakisht në vite frontit. Dhe më thanë, deri me 19 tetor të vitit 1912, Mali Zi nuk mund të hyjë në Plavë dhe Guci. Kur ka hyrë në Plavë dhe Guci, Mali Zi duhet ta dinë gjithë, se ne nuk kemi hyrë me referendum në Malezi. Ne kemi hyrë me një okupim klasik, dhe me thonë një territor i okupuar. Kjo është fakt si mas normave ndërkombëtare. I dhuruam, ajo është i okupuar ushtarakisht. Në atë kohë Malezi, në shenjë hakmarrje, në vitin 1912, nis një fushat të egër kundër Plavës dhe Gucis, i ekzekuton 800 burra më të mirë të Plavës dhe Gucis, në vendin e quajtur Previ, që nifet si masakra e Previs. Kjo është ajo që daton në historinë e zezë të Malit të Zi. Atër mos nisim në histori tjera për këngritjet e Dërqiqit, për luftat ndryshme që janë bë për daljen nga zgjedhja. Mirë po, rrjedha e ngjarjeve ka ardhur është si është. Mali Zi në vitin 2006 shpall pavarësinë, tyre dhe me votat e shqiptarëve fiton shtetësinë cilën e ka sot. Tash nuk jena këtu që të marrim leksione të gjata historike, por pyetja shtrohet në qoftë se ne e treguam për një konstruktivitet, një lojalitet në kuptimin e shtetit të sotëm të Malit të Zi, apo trajtohen shqiptarë sikur shtetas të atij shtetit, apo trajtohen shqiptarë sikur të ishin pjesëtar të një shteti i cili pretendon të hyjë në familjen evropiane. Unë mendoj se jo. Diskriminimi vazhdon në çdo hap të jetës. Dua t'u marr disa shembuj konkret të diskriminimit. Shembull, shpesh e përmendin një fakt. Në Plavë dhe Guci, prej 155 policëve të policisë kufitare, nuk e ke asnjë policë shqiptar.
Do më thonë, gjithë shka është e diskriminuar. Mëson gjuhën shqipe me shkrimtar serb. Çfarë të merë, do më thonë, nuk mësot, po për shembull po e zonë në komunën e Tuzit, që u takon ta kenë komunën e Tuzit, nuk u ajap komunën. Që 30 vite shqiptarët e kërkoj komunën, kurse Gucis ja jap komunën për një vit e gjysëm. A thua, është ky shteti i drejtës që ne votuam në vitin 2006, apo përmes metodave perfide tenton ta ndryshtoj strukturën demografike në Tuz. Gjithë e dim se pjesa dërmose në Tuz e në Malsi janë shqiptarë të besimit katolik, shkon e sill boshnjak nga pjesët veriore të Malit të Zi, ku tenton ta ndryshoj strukturën demografike. Nuk është as pak në rregull kjo. Pronat më të mira të shqiptarëve i eksproprion shteti dhe i vën në kontrollin e vet. Elulqin ja u konfiskon pasuritë detare, i takson kurse nuk investon asgjë për të mirën e banorëve. Dua vetëm edhe një fakt. Sipas regjistrimit të vitit në duket 1999 apo 2001 nuk po kujtohet, përqindja e popullsisë në Malin e Zi është 5.7%. Niveli punësimit në sektorin publik është 1.2%. Do me thonë, aty shifën fakti se jena të diskriminuar në çdo hap të jetës, ne nuk jemi duke kërkuar lëmosh. Ne kërkojmë drejtat që na takojnë. Jemi shqiptar, autokton në trevat tona etnike në shekuj. Nuk po him në histori shekullore se kush ka ardhur apo si ka mbajtur punët, por Mali i Zi nuk mund të hi në Evropë duke në përkëmbur të drejtat e shqiptarëve. Kjo është se ne shqiptarët e kemi ngritë zërin në Washington. Kjo ishte intenca, ky ishte qëllimi. Atë ditë në Washington, siç e potencuat pak më herët, zëshëm unë dëgjua zëri i gjithë shqiptarëve pa dallim. Zoti Gjon Balaj, kush ishin, mund të shtoni edhe ju? Po. Kush ishin ato parullat kryesore para shtëpisë së bardhë në këtë demonstratë paqësore? Parullat kryesore ishin drejtat për shqiptarët etnik. Nuk ka integrime në Unionin Evropian duke në përkëmbur drejtat e shqiptarëve. SBA ndaloni ndihmat ekonomike për Malin e Zi, sepse ato nuk përdoren për ndihmimin e trojeve shqiptare. Duhet t'ju them se ka më se 3 dekada që në treva ku banojnë shqiptarë nuk është investuar asgjë në infrastrukturë. Gjithçka me shkolla, me shtëpi shëndetit shkojnë drejt shkatërimit. Zoti Bushate, ju lutem, shtoni diçka nëse ka mundësi për të. Kisha për të shtuar 2-3 gjëra. Në qoftë se e shikojmë nga kënd vështrimi i historisë problemi shqiptarëve në Mal Zi është mjaft i mprehtë që në kohën e Jugosllavisë dhe megjithëse sot shteti i Mal Zi thotë jam shtet demokratik, por po shkon në të njëjtën rrugë si dhe komunizmi. Pra, tendenca themelore është që shqiptarët të lëvizin nga trojet e tyre teknike të krijohet një hapësirë boshe që tokat, trojet, kullotat, çdo gjë që është shqiptare të mund të kalojë në dorë të shtetit dhe t'ja japi serbëve, t'ja japi njerëzve të tjerë që vijnë në ato treva. Ajo që duhet theksoj është një çështje themelore. Gjukanoviçi ju kërkoi shqiptarëve proporcionalitet. Në qoftë se shqiptarët në Malësi janë afërsisht 7% të numrit të përgjithshëm të popullatës, atëherë 7% e këtij proporcionaliteti duhet të jetë në qeveri, duhet të jetë në ministri, duhet të jetë në ushtri, duhet të jetë në shëndetësi, në arsim, në kulturë, në shkencë, në të gjitha sferat e jetës. Ky proporcionalitet është fyes në fushën e ekonomisë, në fushën e fondeve. Ky proporcionalitet është mjaft i dëmshëm në favor në kontekstin e shqiptarëve. Atëherë Gjukanoviçi vjen këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kërkojë ndihmë, po si mund ta kërkojë ndihmën kur ai në përkëmb pikërisht të drejtat e shqiptarëve që janë të drejta edhe së drejtës së përgjithshme njerëzore, por edhe kushtetuese të tyre. Pra ai shkel me këmbë. Më lejoni të tregoj dy shembuj. Njëri shembull
ka të bëjë me tjetërsimin e kishave të institucionet fesë që ato janë pjesë morale të kombit shqiptar. Kishat në derën e tyre kanë të shkruar datën e krijimit, edhe do të përmend një që më ka bërë përshtypje shumë të madhe. Në një kishë e vjetër prej 400 vitesh mban emrin e Gjergj Balshajt, një nga bashkosit e Skënderbeut. Kjo kishë është tjetërsuar. Tashti nuk është më kishë katolike, por është kishë ortodokse. Dhe emri Gjergj Balsha është kthyer në Gjorgj Balshović. Ky sistem për t'ju dhënë iç nga mrapa, për t'i tjetërsuar emrat, mbiemrat shqiptar, është një histori e hershme, por edhe e tanishme, është një histori e dhunshme kundër shqiptarëve. Unë dua të them se Gjukanovići e ka kaluar atë vijë që është vija e kufirit për të cilët asnjë shtet demokratik nuk mund të kalojë. Unë marr shkas t'ju them shqiptarëve, të cilën e kam thënë në emër të vatrës, e kam thënë edhe para shtëpisë së bardhë. Ja themi hapur dhe në mënyrë për e Gjukanovićit. Juve në qoftë se vazhdoni të shkelni, të nëpërkëmbni të drejtat e shqiptarëve, ju keni kaluar vijën e kuqe. Pas vijës të kuqe është fushë e minuar. Në qoftë se ju e shkelni në fushë të minuar, minat do të plasin. Edhe kjo nuk është përgjegjësia e shqiptarëve, por është përgjegjësia direkt e malazezëve, e atyre që drejtojnë, e Milo Gjukanovićit dhe e SRS-it që e ndjek nga mbrapa. Shqiptarët e dinë mirë se çfarë do të bëjnë. Ne e themi ktheu mbrapa në qoftë se do në historitë përbashkët, në qoftë se do marrëdhëniet përbashkëta, në qoftë se do bashkëpunim reciprok, e ke. Në të kundërt, mos a kaloj vijën e kuqe, se pastaj kemi fjalë të tjera. Demonstratën paqësore në Washington e shoqëroi dhe gazetari jon i komunitetit shqiptar-amerikan, zoti Beqir Sina. Jemi tani në linjë telefonike me të për të na dhënë dhe ai atë panoram si gazetar në këtë aktivitet politik, do ta quaja. Zoti Beqir? Po, ne ju falenderoj një për procesën që bëni të marrë pjesë në këtë emision që po organizoni për këtë protestë, e cilave kanë protestat më të mëdha që është filluar kohët e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga shqiptarët e Amerikës. Në madhja që për protestave që po të zhvilluar shqiptarët në kohën e luftës në Kosovë. Edhe për këtë meritën më të madhe kanë ata që organizohen domethënë shqiptarët e Malit të Zi, liderit e tyre, udhëheqësit që vonë në krye të kësaj proteste, duke organizuar këtë proteste e tilla pati një rëndësi të madhe për vetë faktin se kjo protestë zhvillohet po në atë ditë që brenda shtëpisë së bardhë zhvillohen bisedimet ndërmjet kryeministrit Malit të Zi, Milo Gjukanovićit dhe zënës presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Joseph Biden. Kjo ishte ajo që do të ishte dhe përmbledhja e kësaj proteste, rëndësia e madhe e saj, ku zëri shqiptarëve u dëgjua dhe u pa dhe në figurë dhe në zem, për çfarë kërkonin ata dhe cilin ishin të drejtat e tyre. Të drejtat e shkelura domethënë të shqiptarëve, siç janë ato kërkesat që ka pasur vetë partitë atje shqiptare dhe shqiptarët atjeshëm, e ngritura vazhdimisht për të realizuar, shkafuat dhe në bisedimet që ka pasur kryeministri i Malit të Zi me Joseph Biden, janë parashtruar kërkesat e shqiptarëve dhe të drejtat e tyre në vendin e tyre dhe drejtat e tyre në Mal të Zi. Pasi vetë shqiptarët kanë qenë ata që i dhanë votën i kryeministri dhe këtij shteti për ndarjen nga Serbia. Kjo ishte ajo e protestës dhe përmbledhja që ju në rast se do të bëni një përmbledhje do të ishte kjo. Ishte një protestë e zhvilluar përpara Shtetit të Bardhë. Fillimisht për 2 orë, ku rreth 500 shqiptarë ka ardhur edhe nga vendet më të larta të Amerikës, siç janë në Chicagoja edhe Detroiti, u ngjodhen së bashku në të gjitha trojet shqiptare. Pra nuk ishte një protestë i bashkuar shqiptarët dhe tregoj atë që tret zëri i çështjes shqiptare, shqiptarët din të mliren dhe din të asojnë të drejtën e tyre. Dhe kjo protestë pati një rëndësi të veçantë për një fakt tjetër. Fakti që shqiptarët e Amerikës kur e thret nevoja për çdo pjesë të shqiptarisë, siç është Mali i Zi, Kosova ose
Vina e Preshevës, shqiptarët Maqedoni, Çamëria, dhe kudo që të jetë janë shqiptarët, lidhen bashkë dhe bëhen bashkë. Dhe kjo tregoi atë unitetin dhe bashkimin e shqiptarëve për të kërkuar të drejtat e tyre. Pra, edhe një herë, e përsëris, që kjo është një protestë që pati disa tregues. Dhe treguesit më të rëndësishëm ishin bashkimi të gjithë shqiptarëve për të kërkuar të drejtat e tyre dhe e drejtat e tyre u kërkua përpara Shtëpisë Bardhë dhe përpara ambasadës së Malit të Zi në Washington. Zoti Sina, faleminderit shumë për këtë intervistë informative. Kthehemi përsëri në studio në bisedë me zotin Aslani dhe zotin Gjon Balaj. Vatra, gjithmonë ajo vatra e Nolit e Konicës, e ku do ndodhur në hallet, problemet, gëzimet e komunitetit. Kush është e ardhmja ose kush janë planet e vatrës në drejtimin politik mbarkombëtar, jo mos keq kuptojmë, jo majtas dhe djathtas. Si që thati ju, vatra është një federat e cila në themel të saj ka çështjet e mëdha të kombit. Edhe në të ardhmen, kjo do të jetë definicioni i saj, në këtë rrugë do të ecë vatra. Vatra nuk është shtojc, nuk është në një appendix, një shtesë ndonjë partie politike. Vatra në themelet e saj, në strategjinë e saj janë vetëm çështjet e mëdha kombëtare. Edhe në të ardhmen, kjo frymë do të jetë, pra vatra do të merret me çështjet e mëdha kombëtare. Unë pata rastin ju thashëm përpara që ka probleme të pazidhura, edhe me problemet e Çamërisë, edhe me problemet e shqiptarëve në Maqedoni, në Preshevë. Por rasti e sotëm të bisedojmë edhe herë lidhur me çështjet e shqiptarëve në Malzi, të cilët janë të mprehta. Janë të mprehta në dy aspekte. Aspekti i parë është që shteti atje nuk o krijon mundësi punësimi, edhe ato të rehatohen me djersën e ballit të tyre, edhe ta ndjejnë veten të ngrohtë, të çlodhen në tokat edhe në ambientet e tyre. Pra këtë lloj ngrohtësie nuk e ndjejnë. Çështja tjetër themelore është një trusni shumë e madhe që bën ky pushtet politik mbi to. Atëherë ne shqiptarët duhet të marrim masa. Masa do të jenë, a ka mundësi që gjithë shqiptarët janë të investojnë në tokat e tyre në Maltëzi, në mënyrë që të hapin punësim, të mundësisht të ngrinë nivelin e jetesës dhe të ndalojnë emigracionin nga trojet tona në Maltëzi. Kjo është një plagë e hapur, është një plagë e madhe. Vatra do të luftojë për këtë çështje. Vatra ka në plan që të ngjerë një komision dhe do të shkojmë në Podgoricë që të gjitha shqetësimet e komunitetit t'i aparaqesim ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Podgoricë. Të gjitha ato që konsiderohen themelore për shqiptarët që jetojnë në Malzi, ne do t'ja bëjmë me shumë forcë prezent dhe ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës atje. Por në të njëjtën kohë dua të them se vatra nuk do të rritë duar lidhur. I fton të gjitha shoqatat e Maltëzi, të gjithë antarët që të këtyre shoqatave dhe që e ndjejnë se vatra do të bëjë për to, t'i afrohen vatrës. Vatra me të vërtet do të bëjë për kombin, jo vetëm për shqiptarët e Maltëzi, po do të bëjë për kombin në tërësi. Por meqense po flasim drejt për shqiptarët e Maltëzi, ka programe edhe më shumë, edhe më të veçanta. Zoti Gjon Balaj, çfarë do të shtonit para se ta mbyllim të bisedë të sotme? Para se ta mbyllim këtë bisedë, ne e zhvilluam këtë protestë. A është kjo kënaqësia që ne arritëm? Kjo është vetëm një pjesë e intencës apo qëllimit që ne kemi për sensibilizimin e opinionit amerikan për pozitën jo të mirë të shqiptarëve në Malin e Zi. Si u realizua kjo protestë që pas një kohë gjatë, siç e përmend edhe bashkëpunëtori juaj Beqir se që nga koha e luftës së Kosovës nuk kemi pa ndonjë demonstratë që ka mbjellë kaq shumë njerëz. Për shkak se edhe çështja e Kosovës që ishte katalizatori i gjitha lëvizjeve, ajo thuajse u rregullua dhe
pak si ne shqiptarë në pjesë të tjera si met në harres, po si duket me kohë gjërat po vinë në vendin e vetë. Më kujtohet kur dola në protest para 2 muajve për çështjen e radikës. Sigur me humor më pyetën ku shkon e sa, tash ma kam prek ujë në Maqedon. Po ku ujë tash në radik ma kam prek ujë në shkova deri para. Radika për ata njerëz që nuk e njohin. Radika ku ndodhet? Radika është një fshat shqiptar në Maqedoni afër Dibrës, diku edhe aty po të them që në protestën e Washingtonit ashtu nuk ishte kufi. Do të thonë gjithë shqiptarët ishin si nga Çamëria, si nga Lugina, Preshevës, Medvegjës dhe Bujanosit, shqiptarët e Idiritës, të Kosovës, të Shqipërisë, që unë i quaj administrative të vitit 1913, gjithë ishim së bashkut. Dua të them se për shembull kur Zoti Bushati e theksoi që na ftesa, nuk i ka bërë një individ, po kemi qenë një ekip tërë për gjitha shoqatat që i kanë dërguar, i kanë sensibilizuar dhe do të thonë puna e gjithëve. Nuk dua të përmend emra sepse na shqiptar pak jemi të ndihshëm në emra, po gjithë e kena kryer në mënyrë më të mirë të mundshme punën. Ka gjithmonë mundësi për përmirësime, ka mundësi gjithmonë që të bëhet më shumë, por ishte një finalizimi i një proteste të suksesshme. Besoj që i falenderojmë vatranët, rrugovasit, bile pak si me humor, më thirri përfaqësuesi i shoqatës e Rrugova, më thotë mua se e kemi plan marrë me një autobus në Washington, i thash po ju keni ardhur pa autobusa kur ka qenë nevoja, e na keni ndihmuar, le që marrë deri në Washington. Unë po ju them që gjithë sigur vatranët, si Rrugova, si Lugina, Preshevës, Medvegjës, Bujanovsit, si shqiptarët nga Maqedonia, gjithë ishim një zëri me qëllimin e vetëm që të përmbrojtjen e drejtave dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në malin e zi. Unë i falenderoj gjithë për punën e tyre të palodhshme që kanë bërë, por dua të theksoj edhe një, se e sinkronizuar me protestën këtu në Washington, unë mbajt edhe protest në Plavë dhe Gosit, njëjtën ditë. Me datën 6 prill është maj edhe protest, kjo ka qenë pak si një proces i koordinuar. I falenderojmë edhe rinin studentore në vendinit të cilët, po thëmë, shprehem dëshirën që dalën edhe në Podgoricë. Me shku me protestu para qeverisë së Malit Zi. U thamë letërim në Plavë dhe Gosit, të njerë pastaj shkojmë, sepse nuk doja që ta mërshka një përgjësi, sepse në rrethana lëvizjet mund të dilë jashtë kontrolle. Mendoj që u jam mirënjohës gjitha shoqatave me origjinë nga shteti sot i Malit Zi, gjitha shoqatave tjera që na bashkangjitën, që na përkrahën, që ishim së bashku një, si një zë i vetëm në Washington, dhe në këtë formë u bëm me dije edhe zyrtarëve amerikanë, me cilë partëm edhe disa takime në Washington, se nuk mund të vazhdohet rrugtimi më të tjeshëm i Malit të Zi në familjen demokratike evropiane duke dhe përkëmbur të drejtat e shqiptarëve. Kjo ishte edhe motoja e protestit, kjo ishte edhe qëllimi, dhe besoj që Mali Zi e ka marrë një mesazh se diaspora shqiptare, kur të është në pyetje çështja e të drejtave të vëllezërve tanë në vendlindje, ne nuk hezitojmë dhe do t'i presim gjithë zyrtarët e Malit Zi me protesta në vazhdimsi, por në njëjtën kohë do të punojmë me zyrtarët amerikanë që çështja e jonë të jetë aty ku duhet, të japet komuna Tuzit, të rregullohet drejtat e shqiptarëve dhe të ndalojnë me diskriminimin e vazhdueshëm. Të nderuar bashkëdhëtar, ju falenderojmë shumë për vëmendjen që ndoqët këto minuta në emisionin tonë. Njëkohësisht në emër tuaj falenderoj shumë dy të ftuarit në studio në këtë bisedë tepër informative dhe të këndshme, duke ju uruar atyre sukses.